Dhe në fakt, AU vazhdon të fshe skandalin, kur të thelloj skandalin, kur fshe dokumentet në një email tjetër vijuar si kërkuam, që i kemi kërkuar. Në gjitha deklaratat publike, pra i themi AU-vit, keni deklaruar se importi i mishit nga Brazili, por nga tjera shtete bëhen vetëm nga stabilimente apo thertore të miratuar nga Bashkimi Evropian. Dhe numri 7 është kërkesa që ne i kemi quar dhe konkretisht i kemi shkruar. Jo lutem na tregoni se cila kohë apo nga cila kohë apo periudhë ka nisur të lejohet importi nga stabilimente që nuk janë të miratuar nga BE. Pas disa ditësh, në tentativë për gjëshmangur përgjigjes mendoj, AU deklaron se nuk mund të jap këto dokumente. Pra, i herë kërkon kohë, pastaj thotë që nuk mund të japim këto dokumente dhe duhet shkonim ne vetë fizikisht në AU për të marrë dosjet e importit. Pas shprehjes së dokumentacionit, Qendra Alerti drejtohet Agjencisë për Informim dhe Privatësi të Kosovës me një ankesë për AU, të cilës i vëmë në dispozicion ankesën tonë. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës, gjatë gjithë kohës nuk ka qenë korrekte me konsumatorët e saj, sigurisht, duke ju thënë që merrni mish, konsumoni mish nga Brazili e tjera, por nga stabilimentet miratuar, por që vetë e pranon që nuk është detyrim ligjor dhe sigurisht nuk e bëjnë. Por sa mish ka hyrë nga Brazili në Republikën e Kosovës, e po ashtu sa ka hyrë në Shqipëri nëpërmjet Kosovës, si mish dhe nën produkte mishe. Sigurisht sasitë janë shumë të mëdha, dhe në dy rastet duke cënuar rënd sigurinë ushqimore të dy shteteve shqipfolse, pra Kosovë dhe Shqipëri.